ti merresh me data science dhe finance, dhe njëkohësisht ke besim fetar. A është kjo si të jetosh në dy realitete paralele? Nuk jetoj në dy realitete, jetoj në një botë ku njerëzit kërkojnë siguri dhe kuptim. Gjatë ditës unë flas me numra, modele, risk, gjithçka duhet të ketë një arsye. Nëse nuk matet, atëherë nuk ekziston. Por njerëzit nuk jetojnë vetëm në arsye. Ata kanë nevojë të besojnë në diçka më të madhe se sa vetja e tyre. Këtu hyn besimi. Jo për të kundërshtuar logjikën, por për të dhënë asaj një qëllim. Sepse logjika ndërton ura, por besimi të jep arsyen për t'i kaluar ato. Sepse e vërteta në fakt është kjo. Mund të ndërtosh modelin perfekt, mund ta projektosh atë dhe prapë të mos dish pse ka një rëndësi. Mund të llogarisësh çdo probabilitet dhe sërish të ndjesh i pasigurt për drejtimin. Ka momente kur numrat heshtin, kur të dhënat në fakt nuk mjaftojnë. Dhe pikërisht aty njeriu kthehet te diçka më thellë, te bindja, te shpresa, te besimi. Unë nuk zgjedh midis tyre, unë i përdor në fakt të dyja, sepse numrat të tregojnë çfarë është, por besimi të tregon çfarë vlen. Dhe ndoshta balanca mes tyre nuk është kompromis, është forma më e pastër e të kuptuarit.